U rikthejmë sërish në studio, në një kohë kur bota po përballet me sfida të shumta politike, sociale dhe humanitare. Roli i diplomacisë dhe promovimit të paqes bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për të folur mbi rëndësinë e dialogut, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe angazhimit për paqe. Sot në studio kemi të ftuar juristin, diplomatin dhe veprimtarin e njohur për paqen botërore, zotin Tahir Shabarin. Mirë se erdhët i nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë mëngjesi, mirë që gjetëm, ju urojmë punë të mbarë, mbarësi, shëndet, në familje, në shoqëri dhe drejt solidaritetit dhe tolerancës. Zotëri Shabani, mund të na thoni si ka nisur rrugtimi juaj në fushën e diplomacisë dhe aktiviteteve ndërkombëtare për paqe? Para shumë viteve, decenish, unë isha në kodër të aktiviteteve me mërgatën, jashtë organizonim aktivitetet të ndryshme kulturore, sportive, përkraje federata sportive, federatës futbolit Kosovës, me Fadil Vokrin kemë lëbuar përmes diplomacisë sportive për antarësimin e Kosovës në FIFA, në UEFA, edhe ka qenë ndere, krenari, përballë kësaj kemë mbështet Komitetin Olimpik dhe Federatat Sportive, pastaj me organizatën ndërkombëtare, Kombeve të Bashkuara, organizatës botërore të tërërisë, mbrojtjes së autorësisë intelekttuale, konflikte drejt autorit. Aty ka qenë një përvojë imja shumë e shkëlqyer që të mendohet, reflektohet dhe të lobohet përmes lobimit të diplomacisë kulturore. Mund të na thoni se ju jeni angazhuar në shumë iniciativa për promovimin e paqes dhe të drejtave të njerëzit. Sa e rëndësishme është sot diplomacia qytetare në një botë, mund të themi, me kaq shumë konflikte që kemi? Përballë konflikte ne do të veprojmë duke hapur kanale të reja, ura të reja bashkëpunimi, pavarësisht vështirësive dhe gjithë këto konflikte botërore. Paqja është mbi të gjitha, do të ndërtojmë paqen, tolerancën dhe Ballkani Perëndimor bashkërisht do të shkon drejt integrimit evropian. Asnjëri vend ai tjetrit nuk mund të pretendon se unë do vrapoj dhe do plotësoj kriteret, negociatat e antarësimit, por politikat e Bashkimit Evropian janë integruese dhe janë për zgjerim. Pavarësisht se edhe aty është një burokraci e vështirë, edhe kriteret janë kushzuar shumë masim para shumë vite, zgjerimi i antarësimit në Bashkimin Evropian ka pas kriteret e lehta, ndërsa vazhdimisht shkon duke zgjeruar, edhe ajo është një çështje gjeopolitike e Bashkimit Evropian përballë Ukrainës, përballë Moldavisë, vendeve tjera. Unë uroj që Shqipëria shumë shpejt të hapë rrugën drejt Bashkimit Evropian, të hapë rrugën edhe neve si Kosovë, Maqedonisë, Malit, edhe këto një Ballkan i vogël, një Schengen i vogël, petit Schengen, kjo hapësira Ballkanit Perëndimor është pjesë e zhvillimit, jem pjesë përbërëse gjeografike e Evropës, nuk do thotë se nuk jem në Evropën politike, por ekonomike dhe zhvillimore dhe gjeografike jem, edhe uroj që përmes kanaleve diplomatike dhe diplomacisë multilaterale punojnë bashkërisht në këtë drejtim, duke favorizuar shkëmbimin e përvojave dhe mundësinë e bashkëpunimit ndër universitar, akademik, diplomatik, ekonomik, arsimor dhe pa harru pushtetin lokal. Se çdo gjë, nëse kem nevojë për gjendjen civile, do t'i drejtohem administratës. Për t'i drejtuar administratës do të mendojmë shkollën, a ka ajo komunë shkollë të nivelit që mundësisht edhe sot gjatë ditës do mundohem vizitojmë edhe shkollat. Pasi që jeni në Shkup, do vizitoni edhe shkollat tjera. Mund të na thoni se cilët janë sfidat më të mëdha me të cilat përballet komuniteti ndërkombëtar në ruajtjen e paqes dhe solidaritetit? Ruajtjen e solidaritetit është kaq e vështirë përballë me vetëm për sa i përket Kosova dhe Shqipëria dhe shumë vende ju bashkan gjetën misionit të presidentit Trump për paqen botërore dhe stabilitetin. Një pjesëmarrje e Kosovës ka qenë e shkëlqyeshme, një forcim. Ne duhet përmes paktit të paqes duhet mendojmë tek solidariteti. Është e vërtetë se Kombet e Bashkuara nuk e luajnë rolin që kanë luajtur përpara. Helmet kaltër nuk kanë më fuqi në mision të tyre, mision të paqes. Përballë kësaj, ky mision do jetë
ndihmë shtesë komplementare emisionet të paqes nga Kombet e Bashkuara për lindjen e mesme edhe për vende tjera. Pastaj përmes diplomacisë botërore edhe ne mund të krijojmë hapësirën tonë gjeopolitike dhe në vendimarrjet e botërore. Po për këto duhet të jetë vullneti politik dhe bashkëpunimi diplomatik. Mund të na thuani se si e vlerësoni rolin e shqiptarëve të themi në promovimin e dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar? Shqiptarët kanë qenë ambasadorët më të mirë, më të vërtetë të kombit. Nëse marrëm një krahasim, marrëm periudha të ndryshme të studimeve, gjithë ato, për çdo vit Zhenevë dalin nga 20 universitarë, mbarojnë studimin të universitetit, dalin ekonomist, jurist, mjek, në arsim dalin, edukator, dalin me shumicë, për morëm shembull Parizin, Zhenevën, Brukselin, vende tjera, në Londër, edhe jashtë Europës, në Amerikën e Largët, gjithë këta janë një potencial, që janë pjesë përbërëse të institucioneve lokale, regionale, nacionale, në arsim, në kulturë, në shkencë, në diplomaci, njëkohësisht i gjejmë edhe në për kabinete ministrore, i gjejmë në Komisionin Evropian, i gjejmë afër eurodeputetëve. Kjo është një ndimes, një lidhëse mes trojave shqiptare dhe diplomacisë botërore. Në Zhenevë kemi 4 deputet në parlamentin kantonal, ku janë 100 deputet. Kemi edhe një kryetare komune, e cila merr rotacion çdo vit kryetare komune, përshëndesëm. Ajo ka filluar deputete moshë e re nga komuna Vitjes, edhe sot është në rotacion kryetare komune, kryetare bashkie. E gjitha këto na mundsojnë që edhe trojës shqiptare krijohet mundësia bashkëpunimit bilateral përmes binjakëzimeve, shkëmbimit përvojave. Ne kena fillu si komunë, e kemë marrë si punë komunë kufitare të Arcën e Vitjen, kanë realizu një binjakëzim mes dy komunave, prandaj pasi kanë mbaru zgjedhjet lokale këto, besoj që në termen po mundohem të hapëm edhe një kapitull të ri me delegacionin nga Franca dhe Zvicra, që të vizitojmë komunat në Kosovë, në Maqedoni edhe në Shqipëri, krijohet ky trekonshi i bashkëpunimit diplomatik mes pushtetit lokal, nacional dhe parlamentar. Shumë bukur, domethënë do të jeni gjithmonë në kuadër për t'i bashkuar komunat, të themi ato lokale, qoftë ato të vendit tonë këtu në Maqedoni, të Kosovës, por edhe të Evropës. Dhe kjo është një iniciativë për t'u përshëndetur. Mund të na thuani se ju jeni nderuar me tituj mirënjohje të shumta për kontributin për paqen botërore që keni. Çfarë përgjegjësie sill ky vlerësim i tillë për ju personalisht dhe profesionalisht? Në aspektin personal është një mirënjohje për familjen, për rinin shqiptare, për integrimin e shqiptarëve. Gjithë këto i dedikohet zhvillimit, integrimit të trojave shqiptare. Asgjë nuk e quaj për veten, e quaj puna ime është lidhur me integrimin, është lidhur me identitetin, me kulturën, gjuhën anëtare. Edhe i dedikoj gjitha këto. Përsaj në aspektin e diplomacisë, jem vlerësu përmes titull, jem vlerësu nga shtypi francez, më ka qujtë nga njerë me titullin legendar Zëri i Kosovës në Mërgat, ambasadori i nderit, ambasadori i paqes dhe lider për paqen botërore. Të qujsh vetën lider nuk është e lehtë për të fitu titullin, po shumë e vështirë për të mbajtur titullin edhe për të vazhdu drejt integrimit të mbajtur me dignitet. Në kodër të paqes dhe të prosperitetit, po presim që shumë shpejt me Universitetin e Tetovës të organizojmë me partneritet, të organizojmë një summit të paqes, ku do ftohen stafet akademike, komunat, parlamentar, qeveritar, të hapet edhe një kapitull nga Instituti për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Evropë. Kjo është një kapitull i shkëlqyer që unë me çdo kusht du të realizoj. Po përballë kësaj nuk du t'i harrojmë edhe ata arsimtarë që janë në shkolla fillore të mesme, punojnë me kushte të vështira, jetën e tyre, jem për ndihmuar shkollat në përfshatrat më të thella.
ashtu kena vepruar në Kosovë, ashtu dëshirojmë të veprojmë edhe në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, se bashkëpunimi multilateral është shumë palësh. Krijon mundësinë që me Bashkimin Evropian, Drejtoria për Arsim, Kulturë dhe Shkencë të favorizon programet përmes programit Erasmus. Këto nuk janë vetëm nivel universitar, akademik, po këto programe trajtohen dhe promovohen edhe për shkollat e mesme. Edhe me çdo kusht do lobojmë në drejtim, bëj apel tek intelektualët shqiptarë se të kanë adresën e plot dhe të promovimit, cilët mendojnë që përmes program me Bashkimit Evropian të favorizojnë program shkëmbimi që nxënësat nga Shkupi të vinë në Francë, dalin në Evropë, edhe ata të vinë, të krijohet bashkëpunim pedagogjik. Të vinë drejtorat me disa arsimtarë edhe të formulohet. Kjo do starton e para do jetë marrëveshja mes Prizrenit dhe Francës, pastaj do kthehemi në Prishtinë dhe zona tjera do vimë në Këndej. Këndej do vini edhe në Shkup për t'i marrë nxënësit e Shkupit për të parë se si është, të themi, një orë mësimore jashtë vendit, qoftë në Francë kudo në... Besoj do jetë një nder për prindrit, për fëmijët, për flasëm për format e integrimit, po du të veprojmë edhe me veprime konkrete në praktik, ç'është integrimi, jo vetëm për me sesione akademike dhe konferencat botërore. Ato qëndrohen në vepër. Edhe unë gjithnjë kom shku me rezultate diplomatike se nga tereni kom shëndërua në veprime diplomatike. Nga diplomacia kom kthy tereni, kështu që misionari paqes dhe diplomacia humanitare ka sensin kuptim plot. Aty kom fillu diplomacinë parlamentare gjatë vitit 99, kur të deportuarit arritën në Maqedoni në përkompet e refugjatëve edhe në familje shqiptare. Takoj konsulin francez në Shkopë, më thënë ta mund që ndihmojmë keni familjar. Unë marrë listën e kryqit kosh ndërkombëtare i dorëzoj. Ja këtu keni në për familjet shqiptare që kanë strehu të deportuare, të ndihmoni me organizatën ndihmëtare, të shpërndani ndihmat. Në atë periudhë kom udhëtu me avion ushtarak, që tani jam studio të radio-televizionit Shkupit. Kjo është një nder, kur i kujtoj ato momente, shumë kanë qenë rënqese. Mundohu mu i ofru erdhën për Paris një avion me deportuar, edhe unë ju ofroj, thomë, që do merrni, keni nevojë diçka? A do një shimë, jo, nuk doj vetëm buk, as fruta, as gjë. Aty ishin humbur me më javë të tëra në përkampe. E gjithë kjo monografie, kjo histori, do të përshkruhet, do të mbahet nderë të shqiptarët. Sa të ditë më su përsëriqin kur mund të tokën shqiptarët. Asnjëherë shpresojmë në të ardhme. Mund të na thuani se sa e rëndësishme është edhe përfshirja e të rinjeve në aktivitetet të ndryshme që kanë të bëjnë pikërisht me paqen, diplomacinë dhe me bashkëpunime ndërkombëtar. Ju pak a shumë e potencuat që keni të bëjnë me nxënësit e shkollave të mesme një shkëmbim për të ardhur për të vizituar Francën, ashtu edhe të Kosovës, por edhe anasjelltas, ata të Francës të vinë në Kosovë, qoftë edhe në vendin tonë në Maqedoni. Këtë drejtim jem të përgatit një periudhë shumë të shpejt, që do të shikojmë mundësinë. Tani kam mbaru zgjedhjet lokale në Francë me 15 mars, rundi i dytë është me 22 mars, edhe dalin rezultatet, certifikohen. Me certifikim në rezultatet komunave, të rezultatet e zgjedhjeve, morrim pushtetin lokal, pastaj me asociacione ish kryetarëve të komunave, janë 290 komuna e regionit ku kemi qenë deri tani, para se me dalën në Zvicër. Aty do vjen delegacion prej 20-ve. Ne do zgjedhëm komunat shqiptare në Kosovë edhe në Maqedoninë Katrale, se nuk mund zgjerohem. Në të ardhmen do jetë edhe pjesa e Shqipërisë disa komuna, që të krijohet mundësia, të zgjedhin mundësinë e partneritetit. Pastaj përmes delegacione të komuna franceze, do vizitojmë edhe shkollat. E kem fut në program, do të vizojmë shkollat, palestrat sportive, shikojmë atletë të ri, cilët mund të kenë bashkëpunime me qendrat sportive federatat evropiane, që do mundohem në aspektin e sportit, kulturës, arsimit, talent të ri që janë me art figurativ, abstrakt edhe
artin vizual, me të krijohet mundësia që edhe me akademitë dhe galeritë e arteve të krijohet mundësia të promovohet arti dhe kultura. Mund të na thuani se cilat janë disa nga projektet apo të themi iniciativat konkrete në të cilat jeni përfshirë dhe që kanë pasur ndikim të drejt për drejt të themi në promovimin e paqes? Të kthejmë ekonomisë. Përmes organizatës botërore të tregtisë organizohet forumi ekonomik një herë në vit nga shtatori. Aty kemë ftu intelektual, kemë ftu dhomat e tregtisë dhe industrisë shqiptare nga Kosova, Shqipëria, në termë do t'i ftojmë edhe nga Shkupi, që të krijohet, të lobohet përmes diplomacisë ekonomike me partnerët ekonomik. Atje janë gjitha institucionet ndërkombëtare, mbi 3500 delegatë pjesëmarrës nga Universiteti të Tetovës dhe Universiteti Nën Tereza. Mund ftojmë ligjerues. Gjatë sesioneve të forumit ekonomik mund të regjistrohen, është një afat kohor që mund të marrin pjesë edhe si ligjerues ndërkombëtar. Kjo është një mundësi e zhvillimit ekonomik dhe partneritetit. Përballë kësaj, po punojmë shumë me Universitetin e Tetovës, do zgjerohem edhe Universitetin Nën Tereza, që të krijohet kjo shkëmbimi, të forcohet shkëmbimi akademik, trikonshje akademik, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, që të krijohet partneriteti mes universiteteve shqiptare, pastaj shikoj mundësinë me konferencat botërore dhe partneritetin ndërkombëtar. Përballë kësaj, po punojmë edhe në format të tjera që të krijohet mundësia për emergjencat. Kena bën një trajnim me komunën e Vitis, me disa komuna, ndihmën e parë emergjenca, trajnime, certifikimin e zjarfikësave. Një modyl të njëjtë do ta zhvillojmë edhe me kryeqytetin e Kosovës dhe pastaj do shikojmë me Ministrinë e Brendshme dhe partneritetin në Shkup, si mund ta bëjmë me komunat me Shkupin dhe rrethin, që të përfitojnë edhe ndihmën e parë zjarfikësat, mbrojtja civile, të jetë një sensibilizim edhe tek nëpër shkolla për kujdesin, sigurinë e fëmijëve. Zotëri Shabani, ju e potencua që universitetet të Shkupit të vendit tonë, do më thonë, të universitetit ku kemi dy universitete në qytetin e Tetovës, si dhe universitetet e Prishtinës. Mund të na thuani se si mund të kontribojnë, të themi, institucionet arsimore dhe akademike në edukimin e një kulture paqeje tek të rinjat? Mund të shfrytëzojmë programet e Bashkimit Evropian. Pastaj drejtoria e përgjithshme pranë Komisionit Evropian për arsimin e lartë, shkencë dhe kulturë, është e predispozuar të ofrojë mundësinë për moshat e rive që të organizohen udhëtimet verore, gjatë shkollave verore me Bashkimin Evropian, të vinë studentë nga Shkupi, të vinë nga Prishtina, nga Tirana, nga Universiteti i Shkodrës, e kemë si referues Lyç Gorakuqin, nga letërsia shqiptare, nga akademik shqiptar, do të promovohet në këtë drejtim. Përballë kësaj, ne po mundohem që edhe me universitetet me Prishtinë kena kontribu me letërsi, bashkëpunim frankofonin, tani janë ditë e frankofonisë, po bashkëpunojmë me ambasadat franceze që të promovohet frankofonia gjuma frange në për zonat ndryshme shqiptare. Atje në Kosovë vetëm kanë fillu agjendat e frankofonisë, pastaj në disa programe tjera. Gjithë këto partneritete ne i bojmë protokoll edhe me protokollin evropian, sidomos Francë, Zvicër dhe frankofonin. Përballë kësaj ne kena afru mundësinë Universitetit Prishtinës mbi 4000 ekzemplare, kena pajis Aliansën Franceze, frankofonin me letërsi, një bibliotekë shkëlqyeshme. Pastaj edhe dy kolegje universitare, AB kolegjin AB në Fushë Kosovë dhe UBT në Prishtinë, edhe ato i kena pajis kampuset e tyre në Lipjan me letërsi. Presëm shumë shpejt donacione ka ardhur për Universitetin e Tetovës, komunën e Tarës dhe për bibliotekën e qytetit, që shpërndahet ai donacion janë mbi 4000 ekzemplar libra, shumë shpejt do bëhen shpërndarje dhe uroj që edhe televizioni juaj të vitë për qelë këtë ngjarje janë shumë simbolike për neve, po shumë do me thonë se për letërsinë dhe arsimin dhe edukimin e të rive në qendrën universitare të Tetovës. Patjetër, shpresoj që do e kemi ftesën dhe në do të jemi aty për të parë nga afër. E shoh që qëllimi juaj është që t'i bashkoni
rojet shqiptare, të themi, t'i bashkoni universitetet, t'i bashkoni nxënësit të vendeve të rajonit, qoftë ato të Kosovës, Shqipërisë, e kështu me radhë. Mendoni se doja arrini qëllimi që të jenë këto universitete, këto shkolla, të jenë të unifikuar, të bashkuar? Ne mendojmë, veprojmë, diplomacia kulturore nuk ka kufi. Në respekt të protokollit shtetit dhe respekt të protokollit ndërkombëtar, pa kriju incidente, ne do vazhdojmë përmes diplomacisë kulturore që të promovojmë diplomacinë akademike, universitare dhe vullnetin. Më këtë rast përshëndes dhe rektorin e Universitetit të Tos, Jusuf Zeneli, i cili është një akademik i shkëlqyer, i bashkëpunues me stafin akademik, kem qenë dëshmitar në konferenca të përbashkëta dhe uroj që ta zhvillojmë këtë politikë akademike edhe me Universitetin Nën Tereza dhe me arsimin e mesëm me shkollat e mesme në Shkup. Kjo është një prioritet i ynë, të arriturat arrihen se ne jemi vetëdijshëm se deri me tani pavarësisht vështirësive, ka vështirësi. Kur kemë vështirësi me qeverit, shkojmë në universitete. Ku universitetet kanë ndonjë pengesë, ju kthejmë shkolla, komuna, federata sportive, artistëve, galerive, promovojmë kulturën përmes paqes, artin, letërsinë, kemi organizuar panairet e librit me vitet e tëra. Tani në këto momente ka filluar edhe panairi i librit dhe i kulturës në Zhenevë, po promovohet. Atje do të marrë në të ardhmen pres me marrë një bulevard, më quhet bulevardi i letërsisë shqipe, të ftojmë botues, shkrimtar, ngatrojës shqiptare që të provojnë përmes letërsisë. Jem pjesë e atij panairit në Gjenev. Unë nga kondi im, në shumë vendet Bashkimit Evropian quhet bulevardi Albania. Edhe shumë normale ta quajmë bulevardi Albania, Shqipëria, mes panairit ndërkombëtar të Gjenevës, duke promovu kulturën, ftojmë artistë me vizion, cilët do dekorojnë edhe atë hapësirë që të lexuesve kur vinë për qenë një dedikas me autor, të kenë edhe një pozitivitet, të vizitojnë edhe artin edhe kulturën shqiptare. Patjetër shpresojmë në të ardhmen që t'ja arrini këtij qëllimit. Në një kohë mund të themi kur tensionet globale janë të pranishëm, sa luan rol të themi edhe dialogu ndërkulturor dhe ndërfetar në ndërtimin në një botë, të kemi një botë me paqe më stabile. Kur flasëm dialogu ndërfetar, ne do të mendojmë për funksionimin e shtetit, do të respektojmë ligjet. Një shtet laik si Franca, Shqipëria, Kosova dhe vende tjera që kanë laicitetin si bazë, do të respektojnë edhe besimet fetare. Po është për çështjet e arsimimit dhe gjitha politikave akademike, edhe shkollën shqipe e kemë hapur në Francë, duke firmos konvent bashkëpunimi me kryetarin e komunës dhe me aprovimin e Këshillit Bashkiak në respekt të ligjën fuqi dhe vetëm për arsimim. Nuk do të ngatërohen besimet fetare. Aty ku ngatërohet feja dhe kultura dhe diplomacia, o shumë konflikti madh. Ne gjithnjë përmes misionit të paqes jena mundu me tolerancë duke respektu çdo njerin, duke shku nga sensi i kodit civil ku përfundon liria ime vazhdon në tjetrit. E në liri kemi edhe përgjegjësi. Nuk do të thotë se çdo gjë e kemi të lirë, po do kemi edhe limite në veprime gjitha këto, duke qenë këtër se jemi gjithë qiragji në këtë tokë. Derisa jemi qiragji, do të respektojmë tokat e lira dhe sovrane. Patjetër, zotëri Shabani shpef flitet edhe për paqen botërore, por realiteti tregon se konfliktet vazhdojnë të jenë të pranishëm. Sa reale është sot ideja e një paqeje të qëndrueshme, të themi globale? Ne nuk flasëm për luftën e tretë botërore, por flasëm për konfliktet cilat janë prezent në nivel ndërkombëtar. Nuk mund të quhet ndryshe, po shndrohen në formë tjetër. S'flitet për luftën e tretë, por luftrat renale, luftat e alatëve që zhvillohen, se kur mbron njëri partneritetin e vet, dele mbron edhe në aspektin luftarak. Ne ndajmë dhimbje me popujt, jemi solidarë
me popullin e Ukrajinës, Palestinës, me gjithë popujt e shtypur në botë që do të gëzojnë lirinë e tyre. Gjitha këto konventa janë harru Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që çdo popull ka drejt deri tek sovraniteti të kërkoj drejtin e tij nga viti 1948 e këtej, ato kanë vetëm konventa ndërkombëtare në pararkiva, ndërsa nuk implementohen tek konfliktet botërore dhe shpresoj që të arrihet një paqë botërore për zhvillimin e integrimit të njerëzimit, lëvizjes së qytetarëve. Anijet e imigracionit do të ndërpriten, luftrat, Bashkimi Evropian nuk do të krijojë barriera mes lindjes edhe perëndimit, se kur ka fillu bashkëpunimi mes Francës dhe Gjermanisë në 1952, aty ka qenë jo mundu me kulturë, s'ka në rritë, jo mundu me politikë, ka qenë e pa mundur pas luftës. Qa ka ndodhë aty? Për zingë dhe thëngjellë. Jënë morë vesh Gjermania dhe Franca 52-ën, edhe ka fillu koridori i Bashkimit Evropian përmes shpërndarjeve të xejeve. Edhe marrëveshja e Romës në 1956 e Bashkimit Evropian u quajt Komiteti Ekonomik Evropian. E pastaj 92 Bashkimi Evropian Politik. Edhe përsëri, aty ku janë 28 vende, do të shtohen edhe tjerë, po ku janë 28 ullëse, janë shumë e vështirë, komunikojnë mes veti, kanë gjithë një divergjenca, kanë vështërsi. Pastaj, kanë pas shumë vështërsi edhe Parlamenti Evropian derisa i kanë legalizu pagat për eurodeputet, se Bullgaria ka pas kritere tjera pagat e nivel nacional. Portugalia të veta, Gjermania ndej, edhe të ndej kanë legalizu gjitha këto, Anglia ka thonë ne po dalëm se më mirë jemi jashtë Evropës. Atëherë mund të na thoni sa mendoni se organizatat ndërkombëtare po bëjnë mjaftueshëm për të parandaluar konfliktet, apo shpesh mund të themi që reagojnë vetëm pasi kriza mund të themi që ka shpërthyer? Organizatat ndërkombëtare kanë ra pasivitetin e tyre. Zheneva organizon ma shumë konferenca se New Yorku, Kombet e Bashkuara. Atje ma shumë japin rëndësi Këshillit të Sigurimit, sesionet speciale, Asamblejnë e Përgjithshme. Sa konferencë mbi 3500 konferenca vjetore mund bëhen ma shumë, vetëm në Zhenevë. Por, sa kanë fuqi? Apo mbesin vetëm konferenca, sesione, cilat janë agendat e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat botërore që du të vazhdojnë me agendat tyre. Po ne du të mendojmë që gjithë ky dialog dhe bashkëpunimi për paqen globale nuk është i lehtë, se mungon vullneti politik. Pastaj organizatat janë pa fuqi, se organizatat funksionojnë me partneritet shtetëror. Ne, kur para shumë vite, flisqim për Kosovën, kur ishte administrata e Kombeve të Bashkuara, pranë organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe organizatës botërore. Bisedonim me amerikanë, me miqtë. Ne kërkonim antarësimin e Kosovës, ndërsa të thonë, ne jemi gatshëm me mu largu nga kjo organizatë, çka po vraponi me arë këtë organizatë? Ne jena lodhë me organizatën, para shumë vite ma ka thonë amerikanët. E ja tash po vjen realitet që po kushtohet çështja e frymarrjes dhe zhvillimit të organizatave ndërkombëtare. Shumë është me zbet. Besoni unë vetë i frekuentoj shumë konferencat botërore, edhe tjetër vullnet ka vinë, se kanë agjend për të ardhur, po jo se për të arritur se presin diçka se do ketë një potencial të shkëlqyeshëm apo pjesë e agjendave diplomatike të shtetit. Zotëri Shabani, sa rol kanë individet dhe aktivistët në promovimin e paqes, të themi përballë fuqisë që kanë shtetet dhe interesat politike? Aktivistë, shoqëria civile veprojnë nivel të ekspertizës ndërkombëtare, pastaj veprojnë bashkërisht organizatat jo qeveritare në Kombet e Bashkuara, kanë fuqi aq madhe që ta aprovojnë rezoluta pranë Këshillit të Drejtave të Njerëzit, ndikojnë të Komisioni Drejtave të Njerëzit gjatë marsit, vazhdojnë sesionet e drejtave të njerëzit, të aprovojnë rezoluta, të ftojnë aktivistë drejtave të njerëzit, të mirët fjala, të mirët edhe
parasysh edhe kërkesa e tyre për zhvillimin dhe tolerancën në kuadër të drejtave të njerëzit. Shoqëria civile bën shumë punë duke promovuar diplomacinë kulturore, publike, parlamentare, pastaj në sesionet vjetore dhe të union ndërparlamentar. Edhe aty është një çështje ku mund të lobohet shumë vende ende nuk janë antar, po një pjesë që kemë qastin të organizata na mundson që të lobojmë edhe zhvillimin e diplomacisë parlamentare ta zhvillojmë përmes grupit të miqësisë. Në Pariz kemë zaventë presidentin e Senatit, Loïc Hervé, ka qenë kryetar komune, një komunë e vogël, tash është numër 2 i Senatit protokollit ndërkombëtar. I kom propozu me një delegacion parlamentar dhe ekonomik të vizitojmë Shkupin, Prishtinën, Tiranën, edhe të forcojmë grupën e miqësisë me parlamentar dhe njëkohësisht të vijmë me partner ekonomik të mirën me një studim fizibiliteti ku mund të investohet, ku do jenë politikat ekonomike të Bashkimit Evropian. Zotëri Shabani, mund të na thoni se në rajonin tonë të Ballkanit edhe ekzistojnë ato tensionet historike, i kemi të vranishëm. Mund të na thoni se e rëndësishme është ndërtimi një kulture dialogu mes popujve? Kjo është e vështirë, po veprimet e institucioneve lokale, regionale, nacionale kanë efekte pozitive tek politika nacionale. Momentin që zhvillohet një bashkëpunim mes Prishtinës së Shkupit, mes një komunës vogël dhe një komunës zonë kufitare, aty është vetvetia që nuk mund ta pengoj politika. Këto janë politikat e zhvillimit dhe integrimit Bashkimit Evropian. Nëse politikat nacionale mendojnë se duhet vazhdojnë drejt integrimi, është një prioritet i politikës nacionale integrimi në Bashkimin Evropian, atëherë politika zhvillimore nuk kështë arsye t'i pengojmë që të vazhdojnë bashkëpunimin, se nëse dy komuna arrin të realizojnë një bashkëpunim bilateral mes veti, ato mund të implementojnë edhe me Bashkimin Evropian aspektin multilateral. Një komunë nga Macedonia, Kosova, mund të bashkëpunojnë me një komunë nga Franca dhe shkon në aspekte tripalsh me Bashkimin Evropian. Edhe kjo është një shembull, në marrë një shembull konkret që mund pavarësisht vullnetit politik, politika nacionale, këto politikat regionale ndikojnë se e kanë vinë nga tereni, vinë nga baza, vinë nga elektorati. E ajo që vjen, kur nuk do të marru, edhe demokracitë e lashta, është shumë interesante se aty ku s'ka ndarje është vështirë zhvillohet demokracia ku s'ka ndarje të pushtetesh. Edhe kur t'jep shumë pushtet, t'jep dikuj shumë merr, atëherë edhe mund t'abuzoj. Për këtë ekuilibra në demokraci duhet të kenë një paralele, nuk duhet të shkon me përqindje të madhe, se nuk mund të zhvillohet demokracia nëse unë i marr 80% të vota dhe i marr komunat, e marr kuvendin, mazhoroncën, atëherë i marr koalicion 2-3 subjekte që kanë ka 5-6 deputet, ajo s'është zhvillimi i demokracisë. Askund botë nuk mund kërkohet të mirët kryetari i parlamentit, i kuvendit, me 5 deputet, 2 deputet. Këto negociata ndëgjohen vetëm balkonin perëndimor, po uroj që në të ardhmen të harrohen me si kujtojmë Morinia. Patjetër, a mendoni se politika shpesh e përdor retorikën e paqes vetëm në nivel deklarativ, ndërsa në praktik vepron ndryshe? Ajo vrehet, shumë e dukshme në shoqëri, prandaj do të punohet, ka punë për bërë, ka rrugtim për të vepruar në këtë drejtim. Integrimin në Bashkimin Evropian, kjo është sfidë. Po këto sfida do t'i kalojmë bashkërisht, mes me deklaracione deklarative, me deklarata të tilla, po t'i kthejmë veprime, jo retorikë të bëhet e përditshme e politikës nacionale. Dhe zotëri Shabani, në fund cili do t'ishte mesazhi juaj për shoqërinë shqiptare, por edhe për të rinjat? Mesazhi në kalum një besov ose kemë diskutu, ne do kemë mundësi edhe në tarë në diskutojmë, uroj që temën e radhës flasëm vetëm për rinin, mos i ngatrojmë politikat ndërkombëtare nacionale, po për të folur për rinin, do të vazhdojmë me projekte, uroj që rinia t'i kthehet të arsimimit, dhe të respektojnë edukatorët e tyre, arsimtarët, pedagogët, profesorët. Pastaj me kodin civil, raportet prindër, shkollë janë domosdoshme.
prindri ka përgjegjësi deri moshën madhore ta shoqëroj fëmijën në takime, në shkollë, për edukimin, shëndetin, moralin, për kujdesin. Edhe kjo forcon arsimimin, forcon rinin. Rinia do të kujdeset edhe pak për vete, do të mundohem si prind, do të mundohem të kem kujdesin duke respektu drejtën e konventat e fëmijëve, se janë konventat europiane shumë ndikuese dhe ndikojnë edhe te fëmia, i përdorin këto nga njëherë edhe te prindërit kom drejta. Po ka përgjegjësi e fëmia. Po prindi ka përgjegjësi që të kujdeset me sa le fëmijën deri mes natës përmes internetit. Sa do të të jemi, ndoshta po jemi në një epokë digjitale dhe ajo ka ndikuar dukshëm tek rinia ditën e sotshme, por gjithsesi ne mendojmë që trekëndërshi fëmijë, nxënës, prindër edhe mësues duhet të funksionojë. Duhet të funksionojë dhe kjo duhet jetë një nga prioritetet politikave arsimore dhe shkollore nga vetë drejtues të shkollave. Duhet sensibilizim këtë drejtim, duhet punohet me rinin. Uroj që rinia të avancoj, të mendoj, mes të harroj bibliotekat, mes të harrojnë kur ka një takim letrar, të shoqërojnë edhe prind fëmijët e tyre, se nga njerë do të me këthy, nëse s'lexon një roman, ai mund të merr një revistë, lexon një revistë elektronike, mund të shkojë në bibliotekë, ta shoqëroj fëmijën. E gjitha këto mundësi pedagogjike mungojnë. Kjo është një nga prioritetet që du të avancojmë, du të punojmë bashkë. Shpresojmë që në të ardhmen do t'ja arrijmë qëllimin, si dhe qëllimi juaj i cili është për t'i bashkuar të themi shkollat, universiteteve, të trojeve shqiptare në të ardhmen, për të vizituar edhe Evropën për të parë se si funksionon. Duke bashkuar gjithë këto filozofi arsimore, shkencore, ne kontribuojmë për integrimin e trojeve tona drejt Bashkimit Evropian. Ju falenderoj shumë për ftesën. Ishte kënaqësi, zhvilluam një bisedë të shkëlqyer, uroj të jetë mesazh pozitiv, të kontribuoj për vendin, për rinin dhe për institucionet. Ju falenderit edhe një herë që ishit të pjesë e emisionit tonë Ritmi i ditës pikërisht në Radio Televizionin Shtetëror të Maqedonisë dhe që keni marrë rrugën nga Kosova për qenë pjesëtar, të themi pjesë e emisionit tonë. Ju falenderit edhe një herë. Ndjerë respekt, mirënjohje, respekt, edhe të gjithë besimtarëve ju uroj edhe këto ditë që kanë mbetur, festat e Bajramit sa më mirë, me tolerancë, mirësi, solidaritet. Ju falenderit edhe një herë.